I ftuar në tonajt ilbatare, Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ka folur për draft opinionin përfundimtar të Komisionit të Venecias lidhur me reformën në drejtësi. Ajo shpreh se raporti është profesional dhe e vendosi gjykimin mbi standardet dhe prek pikat e nxehta të reformës, siç janë Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Këshilli i Emërimeve në drejtësi. Ndërkohë, për ministrin Manjani nuk është e rëndësishme formula e votimit të trupave të reja gjyqësore, por garantimi i pjesëmarrjes së opozitës në këto trupa. Raporti i Komisionit Venecias besoj unë që është një raport profesional, është një raport gjykimi mbi standardet dhe jo mbi drafte, duhet ta theksoj këtë gjë, sepse drafte mund të shkojnë shumë, por standardi është një. Dhe ajo që ka bërë Komisioni Venecias në të dyja rastet, edhe në rastin e parë edhe në këtë rast, që besojmë që ky do të jetë qëndrimi përfundimtar që do miratohet në seancën plenare të këtij komisioni, e vendos praktikisht diskutimin për reformën e drejtësisë në Shqipëri në standarde profesionale dhe në standarde europiane. Rasit janë, mendoj unë, minore në raport me këtë dakordësi të madhe. Edhe aq minore nuk janë, sepse absolutisht janë minore dhe do ta them pse janë minore. Por ajo që mendoj unë e shtyn në kohë dhe këto minore i bën maxhore, pra problemet e vogla tentojnë të bëhen të mëdha, është ndoshta fakti që ne ende s'kemi gjetur një sinergji ose s'kemi gjetur atë sintoninë e nevojshme që të ulemi në një tryezë të përbashkët dhe të shprehim pozicionet dhe të marrim përsipër në mënyrë të përgjithshme që mbi bazën e këtyre pozicioneve, në mënyrën se si e lexojmë të gjithë së bashku ato qëndrimet e Venecias, fundjavë, tani erdhën edhe rekomandimet e Venecias, ne mund të ndërtojmë një proces jashtëzakonisht model. Drafti për cilin ne po diskutojmë sot në fakt dhe ka ardhur dhe rekomandimi i Venecias nuk përmend Byro Kombëtare të Hetimit. Po si ta bëjmë tani? Jo, pyetja ime është çfarë ndodhi me byron e përfolur kaq shumë? Nuk e di se çfarë ndodhi. Unë po ju them këtë gjë që SPAK-u, që është nisma antikorrupsion, struktura antikorrupsion e këtij shteti, duhet bërë, do bëhet me çdo kusht dhe do bëhet brenda kuadrit kushtetues, brenda kuadrit ligjor, sipas modelit të gjykatës dhe të prokurorisë krimeve të rënda, duke përdorur po doni ju dhe modelin kroat, i cili ka qenë për mua më i suksesshëm dhe sipas shumë analizave më i suksesshëm në këtë histori, sepse modelet e tjera na kanë çuar të jemi të sinqertë edhe në gjuhë të shtrikash, dhe nuk kemi ndërmend të bëjmë reformë në drejtësi për gjuhë të shtrikash, por kemi ndërmend të bëjmë reformë të drejtësi për të luftuar korrupsionin. Nga ky pikpamje SPAK-u do duhet futet në hullin edhe të asaj që ka thënë Venecia, as më pak as më shumë. Pra, ndjes për insistimin. Byroja Kombëtare e Hetimit nuk do të ngrihet? Nuk e di këtë. Unë mendoj që gjithë SPAK-u në vetvete është një strukturë hetimore. Pastaj a quhet SPAK, a quhet byro, a quhet nuk e di çfarë quhet, kjo është çështje e emri. E kuptoj. Kështu që për momentin nuk keni dieni se ç'do ndodh me projekt ligjin që është një çështje që mbetet për të parë teknikisht se si do rregullohen strukturat. Por brenda SPAK-ut mund të ketë byro apo vetë SPAK-u mund të jetë po mund të jetë SPAK-u, byroja që thoni ju, pjesë e SPAK-ut. E cila duhet të jetë pjesë e prokurorisë, më sa duket. Dhe duhet të jetë pjesë e prokurorisë, jo e Ministrisë së Brendshme dhe emëruar nga ministri. Kështu i bie teorikisht. Praktikisht mund të jetë dhe Ministri i Brendshme, nuk e di, por mund t'ju them që po të lexohen me vëmendje ato që thotë edhe Venecia, del i qartë konkluzioni. Këshilli i Emërimeve është një mekanizëm i krijuar nga si propozim i ekspertëve për të marrë me çështjet e emërimeve, me këtë seleksionimin e kandidaturave në drejtësi. Është një zgjedhje, është një komision që vjen për shkak të detyrës, pra domethënë ku është kryetari i gjykatës së lartë, kryetari i gjykatës kushtetuese, gjyqtari më i vjetër, kështu me radhë, është një formulë. Pra nuk është se është para kërkon zgjedhje emrash, po thjesht disa zyrtarë që kryen detyrat aktuale janë edhe pjesë e këshillit të emërimeve. Do të jenë aty, po. Domethënë kjo është një çështje që nga badilengush mënyrë si po e përshkruani ju, më duket sikur nuk ju duket shumë i vlefshëm. Themi sinqert edhe mund mos jetë, nuk është në nëse ka një mekanizëm tjetër që e bën më të lumtur dhe opozitën në këtë, sepse ky është një nga diskutimet që ka Partia Demokratike, nuk do ishte në një humbje e madhe. Të gjitha ato formula që sigurojnë pjesëmarrjen e opozitës në procesin e bërjes së institucioneve të reja, pra tjetë e detyrueshme pjesëmarrja e opozitës, besoj që i kënaq të gjitha palet. Ajo që na ndahen pak a shumë, ose po themi ka nuanca ndarje, është që a duhet i besojmë Këshillit të Emërimeve, apo duhet gjejmë diçka tjetër që të na bëjë atë listimin e kandidatëve më të zot në këtë vend, dhe që të mos e lidhim
me propozime nga institucione konkrete, siç ka qenë fillim, për shembull dhoma notarisë propozon një avokatia, një tjetër kështu me radhë, sepse kjo dukej si një mbyllje e qarkut. Ndërkohë që ka njerëz, ka juristë që nuk janë anëtar të këtyre dhomave, por që mund të konkurrojnë si shoqëri civile, si njerëz që kanë kontribute në drejtësi, që mund të kenë qenë diku diçka, po që si ka kanë civil në jetë ti s'mund t'i neglizhosh, se dhe Shqipëria është një vend i vogël drejtëmori dhe nuk është se i kemi burimet njerëzore me shumicë. Kështu që kjo është një punë sa të hapur do ta bëjmë të garë dhe sa profesionale do jetë dhe ku do ndodhi ky konkursi. Këtu kemi ngel. Në momentin që sqarohet dhe kjo gjë, ajo është krejtësisht e mundshme pastaj për tu. Nuk e shihni si një problem që mund ta lër peng. Tani në Shqipëri gjithçka mund të bëhet problem. E kuptoj, po që mekanizmi për ta zhbllokuar, për ta gjetur një mekanizmat janë dhe besoj që edhe qendrimi i fundit i Venecias. Një shumicë e kualifikuar mund ta zgjidhte këtë. Thoshte një shumicë e kualifikuar mund të zgjidhë ngërçin e momentit, por imagjinoni që me shumicë të kualifikuar ti mund të mbash peng jetën institucionale të vendit në pafundësi. Manjani është në favor të një tryeze politike për të arritur konsensusin për reformën në drejtësi dhe nuk përjashton një tryezë të nivelit më të lartë të kryetarëve të partive politike në Shqipëri. Flasim për një tryezë politike të nivelit Meta Basha Rama apo për tryezë politike të përfaqësuar në çfarëdo lloj niveli? Tua them këtë troç, unë nuk e di se si do jetë. Unë më së pari shoh një rol shumë më aktiv se sa deri më sot të komisionit parlamentar që është caktuar për këtë punë, komisioni i posaçëm parlamentar, i cili ka për detyrë që aty ka deputet, ka njerëz politik gjithashtu, kanë edhe ekspert në dispozicion në rast nevoje, që të bëjnë edhe formulimet e nevojshme, sepse përsëri drafti ka nevojë për formulime, qartësisht edhe Venecia këtë thotë. Por nuk përjashtohet as tryeza politike e kryetarëve të partive apo të nivelit më të lartë. Çdo gjë që i ndihmon, që i jep shpresë, që i jep ushqim dialogut politik dhe që e bën të mundshme miratimin e reformës në drejtësi sa më shpejt të mundur, nuk ka pse të përjashtohet. Ministri ka folur edhe për projekt ligjin që ka propozuar për shkollën e magjistraturës, duke thënë se ligji i vjetër është i padrejtë. Të krijojmë mundësinë që të rinj që do vinë të futen në sistem e para vetëm nga shkolla e magjistraturës. Pra ne edhe kam propozuar kohë më parë që të hapen kuotat e shkollës magistraturës, kam bërë një projekt ligj. Po, e kam pyetur, në fakt mund ta zgjerojmë tani. Për një xhiro konsultimesh për të parë se sa të mundur janë ato propozime që janë bërë. Nuk ul pak cilësinë propozimi juaj? Jo, nuk e ul cilësinë as pak. Ulja e mesatares, hapja e dy. Jo, të marrësh Sorbonne edhe ul cilësinë, më vjen keq. Po kërkoj të kundërtën. Po përpiqem të krijojmë një lehtësi të gjithë atyre vjeta që kanë qenë mbi 7.5 mund të shkojnë në magjistraturë, ndërkohë që aktualisht i ke gjithë në 10. Ju e dini që me 7.5 në Sorbonës nuk hyn dot sot te shkolla e sotme magjistraturës, po hyn me 8-ën e Fakultetit Drejtësisë Tiranës. Me gjithë respektin, po lutem, 7.5 e Sorbonës ka një vlerë tjetër. Dhe këtë handicap idiot kam vendos që ta përzë nga ligji, ta fshi nga i ligj, faqezi, që i lë shqiptarët dhe investimet e familjeve shqiptare rrugëve të Tiranës. Dhe këta njerëz nuk pas kanë drejt shkollën e magistraturës. Ja, kjo është projekt ligji im. Dhe do të rri fort kësaj. Nuk e diskutoj fare këtë pjesë.